Dhjetra banor të fshatit Bashkim në njësinë administrative Levan janë ngritur në një protestë mëngjesin e kësaj të premteje me pretendimin se u po grabiten tokat nga një kompani private, e cila prej 7 vitesh zotron një plantacion me sheg në territorin e tyre, miratuar kjo nga Ministria e Bujqësisë. Ata shprehin të ndinjuar se përveç tokave djerë që ata i përdorin për kullota dhe një pjesë të pyllit, tashmë kompania në fjalë po kërkon të zaptojë dhe tokat që fermerët i kanë marrë me vendim gjykate dhe sipas ligjit 7501. E kemi të përhershëm në këta që kanë këto shegët tu është një kompani private, vjen vit për vit shtyhet të në pjesa që ka pasur në migraturë, ka pasur komuna jonë edhe ish kooperativa njërë, edhe këta tani po ndryhen, morën ca toka, gjoja su ishin të orgjarës, ato ishin dispozicion të bashkisë këtu edhe se kush ja dha këtyre, edhe hynë me forcë aty, kurse bashkia nuk na mbrojti, nuk na tha asgjë, që thoshte që ore ata të ndërhynte. Ka ardhur topografi një farë Gzim Azizi këtu, në atë pa pyetur, pa thënë, private kanë marrë këta, e kanë pru këtu, nëse njojnë fare, pa prezencën tonë. Me një fjalë, duhet edhe topografi ynë që të ndahet ku është, me një fjalë qofë se ka. Po ne i kemi me këto, ja, si që shikoni vetë, me vula, me tëra, të rregullta. Me këtë dokument vërtetohet që gjyshi jonë ka qenë pronari i asaj tokës, ata ku aktualisht ka ndërtuar serat, ka ndërtuar ato stanet, dhe stanet atje janë të ndërtuar gabimisht, brenda në pyll që nuk lejohet. Dhe ata e kanë marrë atë tokë. Si ka mundësi që në këtë shtet nuk merret parasysh vendimi gjykatës? Dhe si janë bërë këto dokumenta që ai zotëria aty ka ardhur në na merr tokë? Para 3 vjetësh unë kam patur disa toka me ligjin 2020, të aplikuara në shike këto në dhe bashki. 3 hektar tokë i ka marrë me këtë ligjin 2020. Baba im ka marrë me formularin 6, se nuk ishtë marrë tokë nga 7500 njeshi, se ishte punëtor shteti. Ata erdhën mi morën të mbjella, 6 hektar tokë. Në mes tyre ka qenë Shefqet Hyka, ish agronom në komunën Levan. Më kanë goditur ati ata policia private që ish. Më ka ikur traktori dhe kam shtipur me traktor Shefqet Hykën. Është akoma punojnë stu agronom të firme këtyre. Dhe ky ka nxjerr një hartë nga komuna e Levanit, edhe i piketonte tokat që nuk ishin të regjistruara në ASHK. Këta fusin traktorat edhe me forcë na i morën, na shuj. Kam bërë kallëzim, kam mbledhur edhe disa në këta që kanë marrë toka atje me formularin 6, firma, e kam bërë kallëzimin prokurori. Më ka thirrë prokuroria, më ka dhënë atë shkresën e kallëzimit. Më vonë më thirrën, thanë mbyllë se nuk e ha dot me këta aty, se këta e shtetin mes tu. Dhe flasin emër të Gramos Rucit. Jo se i ka marrë tokat të çuni i Gramos Rucit, me të Spartak Braus e tjerë. Tash të vinë këtu të marrin tokat e fshatit, ku këtu ka familje që nuk kanë 1 metër tokë të ushqejnë familjen, të ushqejnë fëmijët. Është turpi botës. Përballë kësaj situate, banorët thonë se nuk janë pyetur asnjëherë dhe madje situata ka degraduar deri në përplasje fizike. Të ndodhur në këto kushte, ata kërkojnë ndërhyrje urgjente të institucioneve përgjegjëse për sqarimin e situatës në mënyrë që të mos shkohet deri në vetgjyqësi. Por sipas tyre, janë më shumë se 150 familje që preken nga kjo situatë dhe rreth 60-70 hektar tokë është zaptuar padrejtësisht nga viti në vit. Problemi tjetër është tani këta po majnë 7500, jo tokat e lira që këta kanë paguar taksat, po bëjnë që në 91-shin, që kur i kanë marrë këto toka, dhe nuk po i morën, edhe pse kanë paguar taksat tani po na marrin 7501-shin. Po morën 7501-shin, tani diçka fshihet mbrapa këtyre, sepse këta nuk janë kaq të fuqishëm. Këtu banorët preken të gjithë, sepse edhe andeja preken, kanë marrë tokat në Grovdert, kemi një parcellë andejane, kemi ca parcella që kanë qenë kooperativës bujqësore, i dinë shumë mirë ata. Edhe ata kanë një agronom këtu, që i zbulon se ka qenë në kooperativa ka qenë agronom i kooperativës, edhe këta e kanë marrë punonjës aty edhe paguajnë, edhe ai i zbulon me harta, ku ka qenë toka që nuk janë me 7501 dhe i marrin me forcë. Po kanë marrë edhe këta pse kanë një letër në bashkia, edhe kanë vajtur në ASHK-ja e kanë aplikuar nëpërmjet bashkisë. Këta akoma vazhdojnë që
të mbajnë toka. Më janë futur me ligjin 7.501. I kam paguar taksat për 35 vjetë të rregullta dhe këtu nuk toka është e marrë me, ja e keni të filmuar këtu, të shu, edhe këta pa pyetur fare, pa shu, nuk pyesin për njëri gjallë. Duan, jemi ne, thonë, nuk pyesin për njëri, nëndë. Po, kemi bërë denancim, dije bëm denancimin bram, kur erdha që pashtë atu, edhe tani nuk e dim që do bëhet me këta njerës. Duam zgjidhje. Dokumentat, ja ku i kam si që i pati zotëria, shu i kam dhe unë, tjetri, tatimet i kemi paguar vit në vit, tash i qa janë ta, që vinë me dhe në mua në tokë time, 50 metrë kalemat më marrin tokën time, që ma ka dhe në shteti me 7.501 që është. Ku është kjo drejta? Mirë, pjesën të jashtë liren, që ka qenë zhukat të deri këtu. Kanë qenë deri këtu zhukat, edhe ferat, edhe i kemi prerë ne si fshat, pjesë çdo person. I kemi pastruar, e kemi bërë tokë për të ushqyer. E të vinë ata të na i marrin ne, qa janë ata? Ne nuk jemi në ata që të kërcasin kjo, edhe asë që se duam atë gjë. Pse na i bejnë? Dhe pikërisht në këtë tokë që ne na i kanë kthyer ata të kthimit kompensimit të pronave, në këtë tokë ata e kanë zaptuar. Se si e kanë gjetur ata dokumentat, pikërisht mbi këtë plan vendosje, lërta gjejnë ata. Dhe ata që u ka dhënë letrat atyre zotrive, pa letra origjinale të këtyre, unë i kam çuar te krimi ekonomik në Fier. Dhe ata asnjë gjë nuk kanë bërë. Nuk ka rregull. Çfarë do bëjnë vetë gjyqësi, nëse bëhet shteti nuk merr masa. Do kaloj vetë gjyqësi. Situata në fjalë është denoncuar dhe në drejtorinë vendore të policisë Fier nga një përfaqësi e fermerëve.